Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju një lajm shumë të bukur dhe një nismë fantastike. Fondacioni më i dashur shqiptar, pija më e dashur shqiptare energjetike, Golden Eagle, ditën e sotme, drejtuesi i kësaj kompanie, zotëri Shaqir Palushi, në Instagramin e tij ka postuar një fotografi që po merr vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Stenaldo Mhili ka udhëtuar drejt Kosovës për të takuar zotëri Shaqirin dhe për të biseduar për një nismë të bukur të re që ky fondacion ka nisur dhe kjo kompani ka nisur. Fillimisht një herë ditë më parë, zotëri Shaqiri bëri të ditur që do të kontribonte 10.000 euro nga kasaforta e tij për ta ndihmuar nismën e ëndrës së Stenaldos. Do të thënë, Stenaldo që në momentin e parë që hyri në shtëpinë e Big Brotherit, të vetmen dëshirë që kishte ishte që të ndërtonte shtëpinë e tij, të kishte shtëpinë e tij, të ikte nga qirat. Dhe historia e tij, ashtu siç i preku të gjithë shqiptarët, me patjetër që ka prekur dhe këtë kompani gjigande që ka qenë në ndihmë të shqiptarëve gjithmonë kur ka qenë e nevojshme. Domethënë nuk është kursyer për të kontribuar tek të gjithë shqiptarët, qoftë në për emisione, qoftë në për raste të ndryshme sociale, qoftë në për raste ku krenaria shqiptare është të dashur të vlerësohet dhe të duar trokitet. Golden Eagle ka qenë një shqiponjë vërtet, ka qenë gjithmonë aty. Një fotografi e bukur që unë do ta ndaj me ju, krah për krah me njëri tjetrin, zotëri Shaqiri dhe Stenaldo kanë realizuar një takim dhe kanë biseduar për nismën e bukur që do të ndodhë në jetën e Stenaldos. Me patjetër që shtëpia do të ndërtohet në Tiranë, atje ku Stenaldo jeton, atje ku Stenaldo vepron dhe atje ku Stenaldo dëshiron ta vazhdon jetën e tij. Fondacioni Golden Eagle ka ngritur një alarm, le ta themi, për të gjithë ato donatorët të cilët duan të dhurojnë nga mundësitë e tyre që të bëhemi sa më shumë shqiptar, të mbështesim Stenaldon dhe t'ja ndërtojmë këtë shtëpinë e bukur fantastike, ashtu siç Stenaldo e dëshiron dhe e meriton ta ketë. Do me thënë 10.000 euro i dha kjo kompania dhe pse unë nuk e pres që realisht të jenë vetëm 10.000 euro. Ajo është vetëm një nismë, ndoshta në këtë rast edhe zotëri Shaqiri do të kontribon dhe më shumë për të arritur qëllimin për ta bërë ëndrrën e Stenaldos realitet, por jam shumë i lumtur që Stenaldo po nisën rrugtimet me kompani të besueshme, siç është Golden Eagle. Çfarë pash unë në këtë fotografi? Unë pash në këtë fotografi një Stenaldo shumë të lumtur, një Stenaldo shumë të realizuar dhe një Stenaldo falenderues pafund, do të thënë falenderues për iniciativat që merren për të që jeta e tij të jetë një jetë me plot kuptimin e fjalës, sepse mendoj që edhe nëna e Stenaldos, zonja Flutura, e meriton që të paktën pleqërinë ta kalon ashtu siç duhet, të jetë e lumtur, të flej natën rahat se sido që të vijë jeta të paktën Stenaldoja ka një kul mbi kokë dhe të jetë e qetë për të ardhmen e të birit të saj. Edhe pse realisht unë tek Stenaldo kam njohur një njeri që shpeshherë kam pyetur edhe veten, a kam unë guximin që ka Stenaldo për jetën, a kam unë dëshirën që ka Stenaldo për jetën, dhe a kam unë ëndra që ka Stenaldo për jetën, sepse zakonisht një njeri i cili nuk e shikon botën me sy, mund të jetë edhe i mbyllur në vete, mund të ketë ëndra të shuara, do me thënë jeta për të mund të mos ketë kuptim, por Stenaldo tregoi që jeta për të ka kuptim. Dhe Stenaldo tregoi që me dashuri, me përkushtim, me energji shpirtërore, të gjitha gjërat arjen. Këtu merr kuptim fjala që nëse zemra jote beson, nëse shpirti jot beson, ti mund të arrish gjithçka. Unë mendoj që Stenaldo e meritonte që ta fiton këtë Big Brother vetëm
për zgjuarsinë që ka, jo më për hallet e jetës, sepse aty më shumë që ka nevojë për ato para, më shumë që ka nevojë për një mundësi në jetë është Stenaldo, jo banorët e tjerë. Por produksioni vendosi që Stenaldon ta largonte nga shtëpia dhe Stenaldo të ndiqte rrugtimin. Do me thënë, ëndra e Stenaldos bëhet realitet. Në fakt janë dy ëndra që bëhen realitet. Stenaldo në fan club pati premtuar që do të sillte një këngë dhe në Instagramin e tij kemi parë ca fotografi që janë hedhur ku Stenaldo është duke regjistruar vokalin në një studio muzikore. Dhe në anën tjetër, do me thënë, kemi Stenaldon i cili takohet me një super gjigant shqiptar që i ndihmon për të bërë shtëpi, që jam i bindur që do t'i ndihmon edhe për këngë, edhe për klipe, që Stenaldo gradualisht të filloj të realizoj ëndrat e tij, edhe pse jo të mbushën sallat me atë vokal të bukur që ka, sepse unë kam arritur të kuptoj që Stenaldo këndonte shumë bukur dhe këndonte në mënyrë profesionale, sepse Stenaldo ka qenë dhe në The Voice of Albania. Nuk ma merr mendja që këtu në këtë nismë nuk do të përfshihet edhe fondacioni i Arber Hajdarit, sepse edhe Arber Hajdari ka fondacionin e tij të fuqishëm për ta ndihmuar Stenaldon dhe për të realizuar ëndrrën e tij për t'i ndërtuar një shtëpi, dhe mendoj që Big Brother i Stenaldos u fitua. Stenaldo kishte këtë ëndër të siguroj të ardhmen dhe të bëj të lumtur nënën e tij, do me thënë të bashkoj familjen, të merr pranë vëllaun dhe të jetojnë të lumtur edhe të kënaqur. Fatkeqësisht vështirësitë e jetës, këtë familje e kishin ndarë, e kishin përçarë dhe kjo nën ishte detyruar që të vazhdoj ditët me zemër të thyer, me një djalë në krah dhe me një djalë larg krahëve të saj. Stenaldo ishte detyruar, kishte punuar edhe nëpër rrugët e Gjermanisë, duke i rënë pianos që të siguronte disa para që t'i çonte nënës së tij pak para në shtëpi dhe të ishin të lumtur të dy, do me thënë të hiqte sadopak ato halle, ato strese që një nën i kalon me një sfidë të tillë. Dhe mendoj që kur ti ke besim tek gjëja që ti e marrësh përsipër, zonja Flutura e mori përsipër Stenaldon, e mori përsipër vështirësinë e jetës, Zoti nuk e zhgënjeu, Zoti e bindi që duke qenë besnike ndaj sfidës që ta jap unë ta shpërblej 10 herë më shumë, dhe në këtë rast do me thënë, zonja Flutura u shpërblye 10 herë më tepër vetëm e vetëm nga të mirat që Stenaldo si erdhën në jetë. Mendoj që rrugtimi në Big Brother, Stenaldo si dha një ngjyrë tjetër, nxori tek Stenaldo një djalë të cilin ne nuk e kishim parë më herët, nuk e kishim takuar dhe pam një inteligjent, një zgjuarsi, një oratori që realisht i mungon medias shqiptare. Unë të uroj me zemër Stenaldo ta gëzosh shtëpinë, Zoti ta bëft të mbar dhe të kënaqesh sa më shumë me nënën tënde.